Një emision ekskluziv Ky emision përkrohet nga Bira Belge, Install Engineering, Toni Kompani, Aeroklima. Mirëmbrëma shikues dhe ndjekës të Kosova Presit. Më lejoni që këtë emision ta nisi me urimin që viti 2026 të ju gjej mirë me shëndet dhe të jetë vit i suksesshëm jo vetëm në aspektin financiar. Duke qenë se është vetëm dita e parë e vitit, do të flasim më shumë për sfidat që kaluam gjatë vitit të kaluar. Viti i kaluar ishte një nga më të vështirët në aspektin ekonomik, se arsyet kryesore që i konstatojnë njësit e ekonomisë thonë se janë bllokimi institucional, duke qenë se si në këtë vit patëm 3 procese dhe 4 ditë zgjedhore. Masa Bashkimit Evropian të vendosura ndaj Kosovës ishin gjatë gjithë vitit dhe tek në fund u mor vendimi për heqjen e tyre. Këto siç duket ishin edhe faktorët kryesor pse munguan investimet. Gjatë kësaj shtylle, do të mund të ndiqni edhe intervistën me guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili. Apritet të ulën kamatat, sa ishin emitencat nga diaspora për vitin 2025 e informacionet të tjera do të mund të ndiqni gjatë këtij emisioni. Por fillimisht do të flasim për zhvillimin ekonomik. E ndjekim storin e realizuar nga kolegja Erlinda Krasniqi. Masa ndëshkuesit e Bashkimit Evropian, bllokimi institucional dhe mungesa e investimeve kanë qenë faktorët kryesor që kanë përcaktuar zhvillimin ekonomik të Kosovës gjatë vitit 2025, duke e bërë këtë vit një nga më të vështirët për ekonominë e vendit. Si pasojë e këtyre zhvillimeve, Kosova është përballur me rritje të dobët ekonomike, fillim të deficitit tregtar, rritje të inflacionit dhe ulje të ndjeshme të besimit të investitorëve vendor dhe të huaj. Situata u rëndua dhe me tej nga mungesa e institucioneve funksionale për një periudhë të gjatë, çka ndikoi në vonesën e vendimarrjes, mosmiratimin e politikave ekonomike dhe bllokimin e projekteve kapitale. Sipas njohësve të ekonomisë, kjo pasiguri institucionale ka ndikuar negativisht në besimin e investitorëve vendor dhe të huaj. Një tjetër problem i theksuar gjatë vitit 2025 ishte deficiti i lartë tregtar. Importet vazhduan të dominojnë tregun, ndërsa eksportet mbetën të ulta. Kosova vazhdoi të importojë më shumë se sa eksporton, duke treguar varësi të madhe nga mallrat e huaja dhe prodhim të dobët vendor. Mungesa mbështetjes për prodhuesin vendor dhe kapaciteti i ulët prodhues mbetën ndër arsyet kryesore të kësaj gjendje. Njohësi i çështjeve ekonomike Besnik Avdia vlerëson se viti 2025 nuk ka qenë vetëm vit i humbur ekonomikisht, por në disa segmente ka shënuar edhe prapakthim. Ndodhet se shpeson që ky vit për dallim nga e kaluara të mbahet mend për zhvillim ekonomik. Ka qenë jo vetëm thjesht një vit i humbur, por madje në disa sfera të jetës kemi bërë edhe hapa mbrapa. Është rrit numri familjeve që kanë nevojë për ndihmë sociale për shkak të politikave të tilla që e kanë rrit këtë themi ekonomitë familjare që anojnë nga varfëria skajshme ose që janë kategori e cënueshme. Pastaj kemi pasur kjo ka ardhur si rezultati konsiderueshëm i inflacionit, rritjes çmimeve në Kosovë, ku në prill të 2025 ka qenë norma rreth 3.5% inflacionit, kurse në nëntor u raportua nga Agjencia e Statistikave që ka arritur mbi 5.3%. Që nëse shohim si një agregat ose si një inflacion vjetor në vendin tonë që te kalon 5%, sidomos mbas që shohim kur dolën bizneset në tregët hapur të energjisë elektrike, e te kalon dukshëm edhe normën e rritjes ekonomike në vendin tonë. Pra komplet rritja ekonomike në raport me inflacionin nuk është as rritje, as stabilitet ekonomik, është recesion, është prapakthim. Që nëse vazhdon edhe këtë vit edhe vitin tjetër, kemi me pat një stagnim ekonomik edhe eventualisht kemi me kalu edhe në recesion. Që nënkupton, bizneset do të kenë të hyra më pak, konsumatorët do të paguajnë më shumë dhe do të konsumojnë më pak, do të kemi rënje të numrit të punëtorëve, rënje të prodhimit, edhe në përgjithësi do të kemi një prapakthim ekonomik.
Duke renditur pasojat e vendit, a e thotë se viti që vjen pas karakterizohet nga një paqëndrueshmëri ekonomike? Viti që lan pas karakterizohet nga një themi paqëndrueshmëri ekonomike, ku kostoja sociale, kostoja që njerëzit e paguajnë në përditshmëri, në çdo sferë të jetës së tyre, në çdo hap, në çdo ditë, sa herë të marrin frymë, është shumë më e lartë se sa krejt indikator pozitiv që i kemi të ekonomisë në vendin tonë. Institucionet jo vetëm që nuk ja kanë dalë të bëjnë investime strategjike, për shembull në ngritjen e kapaciteteve të prodhimit të energjisë elektrike, që të mos i kemi kostën tash sot të paguajnë çmimet me norma dyfish më të larta, mirë po ato dhe kanë shkaktu këtë situatë të krizës duke u marrë më shumë me politika sociale përmes rishpërndarjes së buxhetit të paras publike në skema sociale. Pra efekti përveç që është pothuajse zero, ka qenë edhe një prirje për keq përdorim, që keq menaxhimi nuk është thjesht në mosmedit, por mosmedit në mënyrë të qëllimt, është edhe keq përdorimi i paras publike. Një tjetër problem i tekstuar gjatë vitit 2025 ka qenë përkeqësimi i bilancit tregtar. Importet vazhdojnë të dominojnë tregun, ndërsa eksportet mbeten të ulta dhe jo konkurruese. Tek importi dhe eksporti, ekonomia e Kosovës në këto 25 vitet që nga përfundimi i luftës ka pat edhe vazhdon me pas një vazhmëri të konsiderueshme nga importi i produkteve dhe shërbimeve. Kjo është përkeqësuar në 2-3 vitet e fundit, kryesisht për shkak se inflacioni që ne kemi është inflacion i importuar nga jashtë, kurse ky ka efekt edhe tek pjesa e prodhimit vendor, pra nuk është thjesht një inflacion që po blejmë, po paguajmë më shumë, që po kushton atje më shumë, po i rrit në mënyrë spekulative edhe çmimet e tjera vendore. Kjo e bën që produktet e importuara me kushtu më shumë, kurse produktet vendore me qenë më pak konkurruese. Edhe kjo e ka ndryshuar përkeq bilancin tregtar, ku është ka qenë përafërsisht rreth 84-85% në raport me 15-16% importi me eksportin. Sot dhe kemi rreth 87% e kemi importin në raport me 13% eksportin. Ky përkeqësim prej 2-3 përqindjesh, nëse kthehet në vlerë monetare, ne nënkupton që Kosova është të importu rreth 300 ose 400 milion euro në vit më shumë se sa që po eksporton. Pra nëse përkthejmë në vlerë të numrave, pse? Qytetarët nuk janë të konsumu më shumë. Nëse na po paguajmë kilogramin e mishit të pulës që na vjen nga Brazili, nuk jemi të konsumu mish pule më shumë, jemi të e pagu më shtrejt e jemi të konsumu më pak. Sa i përket masave të Bashkimit Evropian, avdia i cilëson ato si të padrejta dhe me pasoja të drejt për drejta për qytetarët. Sipas tij, rritja e normave të interesit, orientimi i kredive drejt konsumit e jo investimeve është ndërgjuesi i qartë i stagnimit ekonomik. Masat nga Bashkimi Evropian jam i bindur që për Kosovën kanë qenë plotësisht të padrejta, pavarësisht ato kanë targetuar një element themi ma shumë politik se sa ekonomik vendit tonë. Ato nuk i kanë shkaktu dëm institucioneve, por i kanë shkaktu dëm qytetarëve, për shkak se një masë e tillë ka bloku një projekt për modernizimin e një linje hekurudhore ose modernizimin e tubacioneve të gazit për ngrohjen qendrore në Prishtinë ose diku tjetër, ku përfitues kishin pas me qenë punëtorët, kostot kishin pas me qenë më të ulta për qytetarët edhe me pagu më pak. Pra nuk i kanë bërë dëm institucioneve nëse ky ka qenë qëllimi me i bë presion politik qeverisë për situatën me komunat me shumicë serbe. Megjithatë, problemi është më i madh se sa masat e Bashkimit Evropian. Problemi është që qasja politike e institucioneve tona, jo vetëm me qeverisë aktuale në detyrë, mirë po e cilës do parti e cila ka fuqinë dhe vendimarrjen në institucione qendrore dhe lokale, është e tillë që kalkulimet i bëjnë aty për atyshme dhe afat shkurtra. Pra jemi njerëz shkurtpamës. Duhet me u fokusu në investime strukturore në ekonomi, energjetika, bujqësia, IT-ja.
Le të ndërtojmë parqe ekonomike, ftojmë investitorët e huaj, le të lirohen për 20, 30, 50 vite nga pagesa tatimeve në pronë kështu me radhë, me një kosto shumë të ulët të furnizimit me energji elektrike, subvencionimet formave të ndryshme, me kusht që ata të garantojnë punësimin e një numrit konsiderueshëm punëtorëve, çarkullimin vjetor, të ardhurat, shitjet e kështu me radhë. Masat e Bashkimit Evropian, nëse përkthehen në vlerë ekonomike në realitet, ato 400-500 milion bllokume në këto 2 vitet e fundit kishin pasur vlerë të paktën 2 herës 3 herë më të lartë në ekonomi. Në aspektin e kthimës së biznesit, ai paralajmëron për largim të kapitalit dhe rritje të pasigurisë ekonomike. Te puna dhe te klima e biznesit duhet me ndryshu qasja e pasigurisë dhe paqëndrueshmërisë politike. Një çfarë do koste politike që vjen në pushtet, që është pjesë e pushtetit, pjesë e institucioneve dhe bën thirrje për luftë, bën thirrje për pasiguri, bën thirrje për gjana që i ftofin investitorët, nuk ju krijojnë një ambient, një klimë të biznesit të sigurt me vendin tonë. Tani jo vetëm investitorët e huaj, po edhe vetë pronarët e bizneseve vendore kanë filluar ta largojnë kapitalin nga vendi jonë. Kemi vetëm deri në tetor të 2025 rreth 250 milion investime nga qytetarët e Kosovës në Shqipëri. Kemi pa një rritje deri në gati 7% janë normat e interesit në kredimarrje gjatë vitit 2025. Dhe prap numri i huamarrjeve, pra vlera totale e kredive që marrën nga qytetarët e biznesit në Kosovë, ka pa të rritje, edhe pse janë rrit normat, që është sigurisht nuk e ka pa të rritje në vlera 2-3-5%, po ka pa dikun tek 0.8-0.9% është rrit në vlera e kredimarrjeve. Banka Qendrore e balancon edhe rrezikun e kthimit të kredive me ato parametrat e vet, po balancon edhe kërkesën dhe ofertën për financim në Kosovë përmes normave të interesit. Nëse i shohim kush ka marrë kredi dhe pse ka marrë kredi, nënkupton që kredit në masë të madhe janë kredite këqija për pagimin e borxheve të pashlyera nga më herët dhe janë kredi konsumuese nga qytetarë që nuk po ja dalin me pagat aktuale në vendin tonë. Kredia duhet me shërbyer si mjet i financimit të investimit, jo të konsumit. Edhe një si tjetër ekonomist, Sejdi Rexhepi vlerëson se mungesa e ndërtimit të institucioneve ka reflektuar negativisht në ekonomi. Tokonia e përditshme është nga shi politik faktikisht, që ka shoqëruar skenën politike të Kosovës dhe mungesa e ndërtimit të institucioneve shtetërore faktikisht të kuvendit dhe qeverisë, përkatësisht institucioneve domethënë të qeveritare dhe të cilat ashtu siç kanë reflektuar në skenën politike, kanë reflektuar negativisht edhe në ekonomi dhe gjalla trendet të thekta në jetën publike të Kosovës. Kur them këtë, mendoj në faktin se vetë mungesa e institucioneve në një farë mënyrë ka krijuar një lloj mosbesimi ose në situate të pasigurisë në ekonomi, e cila në instancë fundit është reflektuar me një pasiguri të investitorëve potencial vendor dhe ndërkombëtar dhe që në fund të fundit ka rezultuar me një rritje më të ngadalshme krahasuar me rritjet e vitit 2023 të them ose 24 të BT produktit vendor përkatësisht GDP siç jemi mësuar në zhargonin e përditshëm e përdor. Ky reflektim negativ i skenës politike do të thotë ka ndikuar gjithashtu edhe në optimizmin e bizneseve për të investuar dhe gjithashtu është reflektuar edhe në vetë aktivitetin e qeverisë lidhur me realizimin e objektivave të parashtruara faktikisht, ta them, për vitin 2025. Ai shton se Kosova nuk ka arritur të shpërtezojë një pjesë të fondeve të dedikuara për vendet e Ballkanit Perëndimor nga Bashkimi Evropian, pikërisht për shkak të mungesës së institucioneve funksionale dhe pakërgjithësisë politike. Kosova fatkeqësisht nuk arriti vitin e kaluar të shfrytëzojë një pjesë të fondeve që ishin të paraparë për 7.5 miliard, do thotë euro për vendet e Ballkanit Perëndimor,
nga Bashkimi Ekonomik Evropian, fondet të cilat kanë mund të shfrytëzohen dhe të futen në ciklin ekonomik të Kosovës kanë mbetur pa shfrytëzuara pikërisht për shkak të mungesës së konstruimit të institucioneve të Kosovës. Domethënë kjo nuk ka të bëjë me mosa, domethënë të bëjë ndaj Kosovës, po pikërisht të papërgjegjësisë të thoya politike të atyre që kanë pas përgjegjësi të ndërtojnë institucione shtetërore. Megjithatë, viti u përmbyll me lajmin e mirë për largimin e masave nga Bashkimit Evropian. Vendim tjetër i fundvitit ishte edhe përheqja e pagës minimale në 425 euro nga janari dhe 500 euro nga muaji korrik, vendim që cilësuesi elektoral. Ajo që ka qenë shumë e theksuar dhe vazhdon akoma është trendi të thoya gati i pandalshëm i rritjes së çmimeve, i cili ka bërë që të paga reale e çdo qytetari të zhvlerësohet dhe të jetë dukshëm e vogël se sa ajo që nominalisht na marrin për çdo muaj faktikisht për punën që kryemi. Intervistën kësaj radhe nuk do të realizohem në studio, por në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës me guvernatorin Ahmet Ismaili. Zotri Ismaili, faleminderit që na pretet e mirë se erdhët në emisionin Shtylla. Ju faleminderit të nderuar për ftesën, gjithashtu ju gëzuar vitin e ri edhe juve dhe gjithë kolegëve tuaj. Faleminderit. Cili është projekcioni për rritje ekonomike 2026? Fillimisht më lejoni të theksoj që BCK-ja bën projekcionet e veta të pavarura mbi bazën e treguesve dhe analizave të saj të brendshme dhe ka projektuar që ky vit të përmbyllet me 3.9% ose afërsisht 4%, ndërsa për vitin e ardhshëm parashihet që të jetë rreth 4.1%. Banka Botërore parashesi 3.8%. Pse një dallim i tillë? Në varësisht nga metodologjia që përdoret ose nga burimi i informacioneve që merren në konsiderat, ne e rishikojmë her pas here projekcionin ton. Këto projekcionet edhe mund të dallojnë sepse mund të vinë nga baza të ndryshme, por megjithatë, devime të tilla, veçanërisht kur ka një numër të pasigurive ose faktorëve të jashtëm, cilët mund të ndikojnë rezultate janë të pranueshme. Prandaj, domethënë, fakti që parashikohet një rritje që është rreth 4%, nënkupton që është një mesatare e pranueshme. Pra devime të tilla mund të ndodhen për shkak metodologjive ose vlerësimit që ka Banka Botërore në faktorë të caktuar të rrezikut. Po ashtu bilanci tregtar për si vjet sërish ka shënuar rritje tek vlera e importeve. Sa është kjo dhe eksportet? Ekonomia e Kosovës për shkak çështjeve strukturore që ka, vazhdon të dominohet nga importi. Në vitin e fundit kemi pas madje edhe një ngadalësim në eksport, që ka ardhur kryesisht për arsye të shumë të izoluara, po ndërsa që importi ka vazhduar të rritet. Pra, importi është rrit diku me rreth 14.7%, edhe kjo ka bërë që të thellohet edhe me tutje deficiti, që është rreth 7% ose më shumë se 7% e brutoproduktit vendor. Pra, derisa eksporti nuk fuqizohet, dhe kjo mund të ndodhet nga shumë faktorë, varësia në import ka me dominu dhe kjo sigurisht kërkon politika të caktuara të cilat janë jashtë fushëprimit BCK-s. Sa është shuma e investimeve të huaja si vjet në krahasim me vitin e kaluar? Si vjet shuma e investimeve ka kaluar të huaja ka kaluar rreth 730 milion euro. Ne presim që në bazë të projeksionit pra të arrijë rreth 950 milion euro. Kjo megjithatë me dhënat e shtatorit paraqet një rritje rreth 20% krahasuar me një vit më herët. Kurse për vitin 2026 ne parashikojmë që shuma e investimit tuaj të kalon 1 miliard euro. Fitimi i bankave komerciale vazhdimisht po shënon rritje. Të dhënat e Bankës Qendrore tregojnë se sektori bankar ka mbyllur vitin 2024 me një fitim neto prej 182.1 milion euro, më i lartë i regjistruar ndonjëherë në vend. Sa është fitimi i tyre këtë vit? Po, me lejoni të theksoj që fitimi bankar varet nga aktiviteti i bankave. Duke qenë që bankat tona shumicën e aseteve të veta kanë kredi, nënkupton që sa më shumë që rritet stoku i kredive, ato vazhdojnë gjenerojnë më shumë të ardhra. Pra, megjithatë, rritja e fitimit është më e ngadalë se sa rritja vetë aseteve ose edhe vetë kredive, vetë kredive. Për shembull, nëse krahasojmë me 5 vite nga tani, shuma e kredive është dyfishuar, që edhe i siguron bankës të ardhra shtesë. Megjithatë, fitimi si vjetëm është diku rreth 167 milion euro deri në nëntor dhe ne presim që të jetë në nivelin e njëjtë me vitet e kaluar, kurse nëse krahasojmë nëntorin e këtij viti me nëntorin e vitit të kaluar është më pak për rreth 1%. Pra, ajo trajektoria e fitimit
që ishte ndër vite rreth mbi 10-15%, tash ka filluar të stabilizohet kryesisht për shkak të rritjes së shpenzimeve të ndryshme të aktivitetit bankar, po dhe kostos shtesë që lidhet me fondet dhe me aktivitetin bankar. Milioni theksoj që fitimi me çastin që ka BCK-ja këto vitet e fundit të kapitalizimit të sektorit, një pjesë e madhe e fitimit ka mbetë në sektor, pra ka shërbyer që të rritet kapitali i bankave dhe në princip fitueshmëria e bankave nuk është domosdoshmërisht çështje, do të thonë, e perceptimit negativ, ajo mund të jetë fare mirë lehtësisht pjesë e kapitalizimit të sektorit. Përdesa ajo nuk tërhiqet si dividend, ajo i shtohet si kapital regulator për bankat. Pra, rritja e fitimit, duke qenë se është dyfishuar rritja e kredive, është masë normale, sepse kjo matet në raport me kthimin në kapital dhe kthimin në asete. Pra, kthimin në kapital tashmë është 17%, që është më i ulët se sa periudhat paraprake, që ishte rreth 20%, edhe kthimi në asete është rreth 2.1%, që është më i ulët se 2.5% që ishte përpara. Pra, si çështje në raport me vlerën, në raport me shumën e kredive, edhe në raport me totalin e mjeteve, fitimi nuk ka vazhduar të rritet, sepse trendi i aseteve ka vazhduar të rritet dhe fitimi e ka ndjek deri në masë caktuar atë. Sipas publikimeve të BCK-s, kredit bruto në fund të muajit nëntor 2025 kanë arritur vlerën në 6.55 miliard euro, duke shënuar rritje prej rreth 54.49 milion. Çka ka ndikuar në rritjen e normave të interesit si vjet dhe njëkohësisht norme ulët për depozita? Po, kreditimi ka vazhduar ritmet e rritjes, pra është mbi 15%, që është një rritje në nivele të historikisht të ngjashme, ajo është përcjellur nga rritja e depozitave rreth 12-13%, pra që tregon një ritëm që është i ngjashëm me vitet paraprake. Milioni të theksoj që si vjet ka pas një dinamik të ndryshme të kreditimit, pra kreditimi pati një përshpejtim jashtëzakonisht të lartë në 3 muajin e parë dhe dytë të këtij viti, kur deri në maj për shembull rritja e kreditimit ishte 22%. Dhe kjo ka nxit edhe kërkesën shtesë për fonde, për likuiditet, dhe është reflektuar edhe në koston e fondeve. Pra edhe kosto i depozitave është rrit, ka le të themi mesatarja 2.84 që ishte për periudhën e njëjtë në rreth 3%, pra kostoja fondeve, po njëkohësisht edhe ka ndikuar në rritjen e normës interesit në kredi, e cila megjithatë në aspektin 11 mujor në mesatare arriti 6.32%, që është më e lartë se rreth 6.13% që ishte një vit më herët. Por të keni parasysh që norma interesit reflekton përveç kostos fondeve, reflekton edhe aspektet e rrezikut, pra vlerësimit të rrezikut kreditor dhe rreziqeve tjera të cilat në një moment caktuar mund të jenë në ekonomi. Prandaj edhe ndonjëherë ato shërbejnë edhe si për frenimin ose për ngadalësimin e kreditimit dhe në rastin konkret siç u thash, meqense se 3 mujori i parë ishte me një rritje shumë të përshpejtuar, jo tipike për vite tjera, ajo stabilizoi gjatë pjesës së dytë vitit të deri në fund të këtij viti, norma, domethënë, është rreth 15 ose 16% e rritjes. Kështu që kamatat kanë reflektuar, si me thonë, situatën momentale të tregut, ato nuk presim që të vazhdojnë të jenë të larta, por që më shumë i ka qenë një, ndikimi i forcave të tregut përkatësisht kërkesës së ofertës për fonde në një fazë kur konkurenca në sektorin bankar ka qenë duke u rritur edhe veçanërisht duke qenë në aspektin e kreditimit më e shprehur si kërkesë për kredi. Pritni pra kamata më të ulta. Po, ne presim që kamata të reflektojnë ambientin në mënyrë sa më reale. Ato duhet të jenë të shpalosura në mënyrë durë, të jenë transparente dhe po ashtu të ndërtohen mbi bazën e metodologjive të cilat gjithashtu i nënshtrohen vlerësimeve dhe mbikëqyrjes së Bankës Qendrore. Sa përqind e kredive në Kosovë janë me Euribor? Kjo është shumë pyetje me vend, sepse kjo lidhet edhe me këtë ndryshimin. Ndoshta për shikuesit është më rëndësishme ta sqarojmë që ky ndryshim i kamates që ju përmendet, kjo tendenca në rritje, nuk i afekton kredit që janë dhënë përpara, nëse janë me kamatë fikse. Dhe në sistemin tonë financiar, në sistemin bankar, në me dhënat e nëntorit, 72% e kredive janë kredi me normë fikse të interesit. Pra vetëm 28% janë me normë variabile, që i bën që për 72% e kredive nuk ka rëndësi a ndryshon interesi dhe arritet interesi, ose a reflekton momentalisht një muaj caktuar. Për këto kredi që janë me Euribor, që janë rreth 28% aktualisht, ose me normë të ndryshueshme, po, për këto mund të ketë, kur e kanë atë ciklin e ndryshimit të normës interesit, mund të ketë ndikim. Por shumica absolute, pra 72% e kredive janë kredi me normë fikse, dhe ato nuk kanë asnjë ndikim, pra janë ndryshimin e normës interesit në kredi. Bizneset po i zhvendosin investimet jashtë vendit, apo largohen apo si e shihni ju? Kjo është pyetje me vend. Nga aspekti jonë, ne kemi pa që ka një fluks të kapitalit mjeteve që largohen drejt jashtë vendit. Ato kryesisht dedikohen në investime të qytetarëve tonë jashtë vendit në Shqipëri po edhe në Evropë. Kjo nuk është
do të thonë nga analizat që ne kemi lidhet me zgjerimin përkatësisht investimin e bizneseve tona jashtë vendit, duke përfshirë Shqipërinë, po dhe rajonin, Maqedoninë, Malin e Zi, edhe deri në Evropë. Kjo në një mënyrë tregon që bizneset tona kanë ambicje të zgjerojnë aktivitetin e tyre përtej tregut edhe për masa të tregut Kosovës. Dikur ka qenë trendi që bizneset nga vendet fqinje të hapeshin në drejtim të Kosovës. Në aspektin afatgjatë kjo ka ndikim pozitiv, sepse duke pas investime në vendit, ato kur fillojnë që të kthehen si të hyra, si përfitime për ekonomi. Në aspektin afatshkurtër ato ndikojnë në likuiditet, ato ndikojnë edhe në sasinë e parasë në qarkullim brenda. Është një lëvizje, mund të themi, e natyrshme, dhe gjithsesi jo negative, në kuptimin që bizneset tona po zgjerohen, brendet e tyre po shtrihen në region, dhe për faktin që ne jemi në proces të integrimit edhe në zgjerimin e bashkëpunimit regional, po dhe në drejtimit të BE-s, unë mendoj që sa më shumë që bizneset tona zgjerohen në tregje tjera, fitojnë më shumë aftësi, konkurrojnë më shumë dhe këtë mënyrë edhe i kontribuojnë në aspekt më të gjatë pozitiv ekonomisë. Kur flasim për diasporën, sa kemi pas remitenca këtë vit? Deri në fund të dhënave të fundit që ne kemi në muajin tetor, ka kaluar rreth 1 miliard e 50 milion. Ne presim që remitencat të mrrijnë rreth 1.4 miliard si vjet, dhe kjo të shënojë një rritje prej rreth 3.8%. Një rritje të ngjashme e parashikojmë edhe për rreth 3.5-4% edhe për vitin që vjen. A është kjo shifër më e madhe se sa viteve të fundit dhe si shifër është shumë e madhe në formë jo formale? Po, është një rritje prej rreth 3-4% në raport me një vit përpara. Ne kemi një metodologji që shemasim, shumica absolute vjen përmes kanaleve formale. Mi po kemi pasur një metodologji që shemasim edhe pjesën e që konsiderohet që Departamenti i Statistikave, që konsiderohet që nuk ka ardhur drejt për drejt përmes bankave se përmes institucioneve tjera jo bankare. Flasim për reformat në sektorin financiar, veçanërisht çështjeve të ndërlidhura me sistemin e kartonit të gjelbërt. Çfarë ndryshime do të ketë në këtë? Kjo vazhdon të mbetet një çështje që kemi pak progres. Kryesisht që dini kjo çështje nuk është drejt për drejt mandatin e Bankës Qendrore. Ne përpiqemi dhe ne ushtrojmë mbështetjen tonë në raport me Byroun Kosovar të Sigurimit, po dhe në bashkëpunim me institucione tjera shtetërore, por antarësimi i Kosovës në Këshillin e Byrove, që është një organ në Bashkimin Evropian, mbetet një sfidë për rrjedhojë dhe fillimi i zbatimit të kartonit gjelbërt. Ne në mënyrë të vazhdueshme kemi adresuar këtë çështje me partnerët tonë ndërkombëtar, duke përfshirë ambasadat e shteteve mike në Kosovë, institucionet partnere ndërkombëtare, po dhe domethënë komunitetin tjetër që është i relevant për këtë çështje. Ne nga ana jonë si Bankë Qendrore, po dhe sektori i sigurimeve është plotësisht i përkushtuar, është i gatshëm që të ecë në këtë drejtim. Do të janë në shqyrtim modalitete që lidhen me mënyrën se si Kosova mund të hyjë në kartonin e gjelbërt, veçanërisht në pjesën se si mund të bëhet antar në Këshillin e Byrove duke mos qenë antar i Kombeve të Bashkuara. Meqense se unë ka ndoshta më pak si një muaj që kam taku edhe 3 prej zëvendësve ambasadorëve të shteteve mike të Kosovës së Bashku, e temë boshte ka qenë kjo çështje. Për shkak të ndjeshmërisë që ka çështja, unë nuk mundem me dhënë më shumë informata. Por megjithatë tjetër që të ketë antarësim? Antarësimi ndoshta është proces më kompleks, por hapa pozitiv në këtë drejtim ne presim në. Por këtë punë duhet po ashtu bashkëpunim me institucionet e Republikës Kosovës, konkretisht Ministrinë e Punëve të Jashtme, dhe jo vetëm Ministrinë e Ekonomisë e Financave, por normalisht presim që edhe institucionet e Kosovës sapo të jenë konstituara të aranzhohen me aspekte tjera për në këtë drejtim. Pse Kosova vazhdon të mos jetë antare e PayPal? E keni pa që këtë vit kemi pas arritjen këtë drejtim, pra për herë parë jemi pjesë e Apple Pay dhe Google Pay, që janë dy platformat ndërkombëtare shpranuara, ku Kosova ka munguar. Ka qenë pjesë e angazhimit tonë bashkë me sektorin bankar, me shoqatën e bankave, por edhe institucionet e Republikës Kosovës, dhe kjo është arritur. Ende vazhdojmë të mungojmë në PayPal, ka komunikime intensive në këtë drejtim, si me vetë institucionin, si me autoritetet regulative të Luksemburgut, jenë duke pa mundësi të një improvizimi, të një zgjidhje. Sigurisht zgjidhja mirëfill do të ishte kur Kosova të marrat kodin e vetë shtetëror, ISO code, që japet nga një agjenci e Kombeve të Bashkuara. Kur bestoni se mund të ndodhë? Dhe për këtë çështje s'mund të japim, si me thonë, një kohë të caktuar, por është t'ju siguroj që është në prioritetin tonë për shkak të impaktit që kanë qasin financa, për shkak të ndodhë shpejt? Mund të ndodhë, do të thonë, krejt varet edhe tash nga aranzhime teknike që mund të bëhen, improvizime siç u thash, sepse mirëfilli do duhej që Kosova të kishte kodin e vetë shtetëror që të listojnë këtë mënyrë në gjitha platformat globale. Por kjo se si po ndodh tani është, si më thonë, rast mas rasti duke përvuar që të shtyjmë përpara proceset, është e rëndësishme për bizneset tona,
veçanërisht për trit, për gratë në biznes që shfrytëzojnë kryesisht shërbime, që janë një prej elementeve që po funksionon ose që po jap rritje dyshifrore mbi 15-20% çdo vit, që është eksporti i shërbimeve. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme në këtë drejtim. A pritet si vjet Kosova të bëhet anëtare në SEPA? Ju siç e dini, për çështjen e SEPA-s ka qenë një çështje që gjithë vit është diskutuar. Ne kemi arritur që në fund të vitit kaluar të para aplikojmë për anëtarësim në SEPA, pasi që u miratuan to 3 ligje të rëndësishme që ne kishim nga kuvendi, për shkak se të njëjtat ligje janë pjesë e shqyrtimit procedural në gjykatën kushtetuese, ende nuk kemi një publikim të tyre, është e pamundur aplikimi final. Nëse nuk do të ishte kjo komplikim, ne besojmë që do të ishim pjesë tashmë si Shqipëria dhe Malezi, sepse kemi qenë pak a shumë në nivelin e njëjtë të zhvillimit. Megjithatë ne mesim plotësisht me shpresë që kjo në vitin e ardhshëm mund të realizohet, veçanërisht me shpalljen e ligjeve, nëse ato do të shpallen, ne jemi gati që të vazhdojmë procesin e aplikimit formal dhe përjedhoj në pjesën e fundit të vitit të ardhshëm të kemi këtë cilësi përfitimet të mëdha për ekonominë e Kosovës dhe për bizneset tona dhe fatkeqësisht është fatkeqësi që si pasojë këtyre komplikimeve që ishin të parësyeshme dhe të panevojshme, ne kemi humbur një rast që të ishim bashkë me shtete tjera të fqinjtë tonë që tashmë kanë ecë në këtë drejtim. Zotri Ismaili, faleminderit për kohën dhe intervistën. Ju faleminderit edhe juve. Respekt. Nga informacionet nga vendi, do të flasim se si trusti regjistroi mbi 300 milion euro fitim të vitit që shkoi, teksa nga sot, Bullgaria dhe zyrtarisht është bërë pjesë e eurozonës. Në vitin që lan pas, Fondi i Kursimeve Pensionale i Kosovës ka akumuluar një kthem bruto nga investimet prej 312 milion euro për këtë vit. Me që për vitin 2024, kthimi bruto nga investimet ishte rreth 244 milion euro, rezulton se vetëm në 2 vjetit e fundit, fondi ka akumuluar kthem bruto nga investimet prej rreth 556 milion euro. Ky njëkohësisht ishte viti 21 nga gjithsej 24 vjet të operimit të FKPK-s, që institucioni arrin kthem vjetor pozitiv nga investimet. Llogaritur në tërësi, kthimi i akumuluar bruto prej themelimit e deri në këtë datë raportimit ka arritur në rreth 1.3 miliard euro. Ndërmarrja publike Trenkos ka njoftuar se ka ndërmarrë hapa konkret për shlyerjen e një pjese të obligimeve ndaj administratës tatimore të Kosovës në vlerë prej mbi 200.000 euro. Në një njoftim zyrtar të dërguar stafit dhe përfaqësuesve sindikal, kryeshefi ekzekutiv i Trenkos, Agron Statovci, vend të ditur se këto mjete janë siguruar përmes kursimeve të realizuara nga masat për menaxhim racional të shpenzimeve. Me këtë pagesë synohet të mbulohen kontributet e papaguara për rreth 15 muaj, të trashëguara nga ish menaxhmenti për periudhën 2020-2022 dhe janar-prill 2023. Kjo e çon totalin e borxhit ndaj ATK-s mbi 1 milion euro. Nga sot, edhe zyrtarisht, Bullgaria do të fillojë të funksionojë me valutën euro. Antarësimin e Bashkimit Monetar përfaqëson një moment të rëndësishëm për vendin e Evropës Lindore, i cili u bashkua me Bashkimin Evropian në vitin 2007. Antarësimi i Bullgarisë në Eurozonë lë vetëm 6 nga 27 vendet e BE-s jashtë zonës euros: Suedin, Polonin, Republikën Çeke, Hungarinë, Rumaninë dhe Danimarkën. Monedha kombëtare e Bullgarisë, leva, është e lidhur me euron që nga futja e saj në vitin 1999. Sofia zyrtarisht filloi procesin e bashkimit me zonën euro në vitin 2018 dhe leva u përfshi më pas në mekanizmin evropian të kursit të kembimit në korrik 2020. Grupet gjermane të biznesit presin shkurtime vendesh pune në vitin 2026, derisa kriza ekonomike vazhdon. Shumica e shoqatave gjermane të biznesit presin shkurtime vendesh pune në vitin 2026, derisa kriza ekonomike e vendit vazhdon, me industrinë e buditur të rënd nga proteksionizmi global të eksportit të dobta, tregojnë në një anketë nga Instituti Ekonomik Gjerman të Hënën. Nga 46 shoqata e biznesit të anketuara, 22 parashikojnë shkurtime të fuqisë punëtore vitin ardhshëm. Vetëm 9 presin të rrisin punësimin dhe 15 parashikojnë nivele të qëndrueshme punësime, transmeton Telegrafi. Industritë e automobilave, letrës dhe tekstilit janë ndër ato që presin mbrëmjet e prodhimit. Ato janë dëmtuar nga rritja e proteksionizmit, eksportet e dobta dhe kostot e larta të branshme që kanë ngërryer konkurrueshmëri e çmimeve të Gjermanisë, zbuloi anketa.
Pra, shikues të nderuar, kështu erdhëm tek pjesa e fundit e emisionit Shtylla. Duke uruar edhe njëherë për vitin e ri, ne ju ftojmë të informoheni në www.kosovapress.com. Natën e mirë! Një emision ekskluziv Ky emision përkrohet nga Bira Belge, Install Engineering, Toni Kompani, Aeroklima,